Selam aleikum të nderuar dëgjues, përshëndetje për juve që na ndjekni. Takohemi bashkë me edicionin më të ri të emisionit edukativo fetar që transmetohet çdo të martë në studio profesor Dr. Shefqet Krasniqi. Selam aleikum profesor. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Do dëgjojmë bashkë fillimisht një këshill nga profesori, pastaj do t'ju mirëpresim në 044 156614 ku mund të na drejtoni pyetjet në mënyrë direkte, por edhe SMS pyetjet në po të njëjtin numër. Por fillimisht kalojmë fjalën tek profesori. Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. فلندرم الله në madhruar Zotin e gjithësisë, krijuesin absolut, furnizuesin, mbikëqyrësin, ata i cili në jetën e tina është jeta dhe vdekja jon, është fati ynë, lumturia jon, e ardhmja jon dhe çdo gjë tjetër. Vetëm atë falenderojmë dhe atij ne shtrohemi dhe i përulem. Dëshmojmë se dija e tina është përkryer e pakufishme. Dija e Zotit është cilësi e tij e hershme. E që i bie Zoti ka ditur çdo gjë çka do të ndodhë deri në kiamet. Ne e përshkruajmë Allahun me ato cilësi të përkryera, me të cilat ai i lartmadhëruar e ka përshkruar vetveten e tij, apo atë ka përshkruar i dashuri i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një ndër ato cilësi të madhe të Zot te bareke wa taala, e që është shumë me rëndësi ta njohim e ta kuptojmë, është edhe vullneti i Zotit. Çka do të thotë se asgjë në këtë gjithësi nuk mund të ndodhë pa vullnetin e Zotit. Çka dën Zoti bëhet, e çka nuk dën nuk bëhet. Çështja e vullnetit të Zotit ka të bëjë dhe me caktimet kaderret. E që çështja e kaderreve pa caktimeve është një ndër çështjet më të ndjeshme, rreth së cilës më së shumti thuaj se kanë diskutuar ehli sunnetin në njërën anë dhe fraksionet të bidatxhinjeve në anën tjetër. Dhe atë se rezultati kundërshtimit të tyre Koranin dhe Sunetin, përndryshe se kur të kishin kuptuar tekstet koranore apo ato profetike, ashtu se që kanë kuptuar gjeneratat e para, nuk do të kishin pas far problemi, nga se ehli Sunneti thonë, pa dashur Allahu i madhruar nuk mund të ndodh asgjë, qoftë e mirë, apo qoftë e keqe, qoftë hajër, apo qoftë sharr, qoftë gjuna, apo qoftë sevap. Asgjë nuk mund të ndodh pa dashjen e Zotit, pa vullnetin e Zotit te bareke wa taala. Asnjë lëvizje e qerpikut të syrit, asnjë lëvizje sa do e vogël e mikroorganizmave, as ramja ndonjë pike të shiut, as ramja ndonjë gjethen nga pema,
dhe asgjë ama bash asgjë nuk mund të ndodh pa dashur I madhi Zot te bareke ve teala. Po vëllezër dhe motra, Zoti din gjithçka, edhe çdo gjë është brenda vullnetit Zotit. E mira dhe e keqja, e bardha dhe e zeza, e dashura dhe e urrejtura, ama çdo gjë është brenda vullnetit madhit Allah Azza wa Jall. Mund të bie pyetja, si bëhet që Zoti Gjelle Shanuhu me dasht apo të do e të ndodhen mëkatet kur ai në fakt ndalen nga të mëkate. Si ka mundësi kjo? Nëse themi se çdo gjë ndodh me vullnetin e Zotit, atëherë si ka mundësi që me vullnetin e Zotit me ndodh mëkatet, gjunahet, kurse Zoti ndalen për to, nga to bile dhe ndëshkon për to. Përgjigjja është: kur është fjala tek mëkatet apo gjunahet, ato edhe pse nuk I dën I madhi Allah, dhe me thonë edhe pse nuk është I kënaqur me to, edhe pse Allahu nuk urdhëron për to, përkundrazi I ndalen nga to edhe dënon e qërton për to, prap se prap, pa lejen e Tij, pa dashuraj, nuk mund të ndodhen ato. E për ta sqaruar këtë, themi si vjen. Në këtë gjithësi, ka diçka që ka ndodh duke qenë Allahu I kënaqur me te dhe duke shpërblyer për te. E ka diçka që ka ndodh e që Allahu nuk është I kënaqur me te edhe dënon për te. Dhe krejt kjo me lejen, me vullnetin e të madhit Zot Gjelle Shanuhu, e që futet brenda kaderit apo caktimit të Allahut. Sepse edhe mira edhe keqja janë brenda kaderit të Zotit. E për ta kuptuar këtë edhe më mirë, themi se vullneti I Allahut ndahet në dy pjesë. Vullneti I Allahut ndahet në dy pjesë. Vullneti fetar apo legjitim, e që në terminologjinë fetare quhet irade dinije shar'ije, dhe lloji I dytë vullneti natyror apo irade qaderije kaunije. Vullneti I parë, vullneti fetar, është vullneti dhe dëshira e Zotit për ta bërë një punë të hajrit, për ta bërë një punë të mirë. Çka do të thotë se ky lloj vullneti, përpas që përfshin lejen e Zotit për ta bërë atë vepër, përfshin edhe kënaqësinë dhe dashurinë e Tij për atë vepër. Siç është urdhri për namaz, ku Allahu Azza wa Jall njëherë ka urdhëruar që robi të falet. Pastaj ai dëshiron që ne ta bëjmë namazin, e don këtë vepër, që ne ta kryejmë atë bile edhe na shpërblen për te. E ne kur e kryejmë namazin, themi se, apo kuptojmë se, e kemi kryer atë vepër me lejen dhe vullnetin e Zotit, apo kemi kryer atë vepër me kaderën e Zotit. Kjo është vullneti fetar. Ndërsa vullneti natyror është vullneti I Allahut për çdo gjë që ka ndodhur në ekzistencë, në këtë gjithësi, pavarësisht a është I kënaqur me atë ndodhi apo nuk është I kënaqur Zoti. Pavarësisht a shpërblen për te apo dënon. Nga sa Allah I madhruar
ka ditur çdo gjë para se të ndodh. Bila e ka ditur atë para se të krijojë qiellin dhe tokën, nga se dija e tij është e pafund, e pa fillim dhe pa mbarim. Nga dija e tij e përkryer, ai ka ditur se çdo të ndodhë në të ardhmen dhe ka shënuar çdo gjë. Ka shënuar kaderët apo caktimet e çdo gjëje, të çdo ndodhie deri në kiamet. Ai ka ditur se filani Azam do ta zgjidh veprën e mirë dhe ja ka shënuar atë. Po edhe i keqi do ta zgjidh veprën e keqe dhe ja ka shënuar atë. Ashtu që për të dytë, ai ka ditur më herët se çka kanë më zgjedhur dhe u ka shënuar ato. U ka dhënë leje për to, sepse pa i dhënë leje Allahu, nuk do të mund të ndodhte asgjë. Për atë ne themi, pa dashur Allahu, nuk bëhet asgjë, e që është për qëllim, pa dhënë leje, e që këtë leje ne e quajmë vullnet natyror, t'ju ceko më herët. E më pasi që ata njerëz ta bëjnë atë vepër, Allahu edhe i shpërblen të mirët për veprat mira, natyrisht edhe të këqijt për veprat të këqija. Dhe krejt kjo brenda dijes së Zotit, brenda caktimit të Zotit. Allahu i madhruar i ka urdhëruar mbar njerëzimin që të besojnë. Ashtu që pejgamberët alayhimus salam nuk i kanë dalluar njerëzit, por të gjithë i kanë thirrur në rrugë të Allahut. Për shembull, Musa alayhi salam nuk e ka dalluar Firaunin nga Benu Israilit, nga populli i tij, ani pse në dijen e Allahut xhalla shanuhu ka qenë njohur se Firauni nuk do të besoj. Por Musa alayhi salam nuk e ka ditë se ai do të besonte apo nuk do të besonte. E pastaj, kanë drejton Zoti për atyre njerëzve, apo kujt ja lehtëson Zoti hyrjen në Islam e kujt jo, kjo është çështje e tij personale e jo obligative, nga se Allah nuk ka obligim ndaj askujt asgjë. Pra, anëpse na urdhëron të gjithëve për punë të mira dhe na ndalon nga të këqijat, ai kujt të do edhe i ndihmon për punë të mira dhe ja lehtëson ato, ashtu siç e ruan nga të këqijat. Për këtë arsye, ne edhe kur bëjna mirë, themi elhamdulillah, Allahu na ndihmoj, apo Allahu na lehtësoj atë punë të mirë. Apo kur e shpëtojmë ndonjë të keqe apo ndonjë të ligë, ne themi elhamdulillah, Allahu na shpëtoi apo Allahu na ruajti, duke ia lënë gjithë har Allahut, sepse ai po na lehtëson punën e mirë e pastaj po na shpërblen për te. E kjo është rezultat i mëshirës dhe mirësisë së tij ndaj robëve të tij, por jo dhe obligim, duhet kuptohemi. Ndërsa ata që nuk i drejton apo nuk i ndihmon për punë të mira, ajo nuk cilësohet mirësi dhe mëshirë e Zotit, por cilësohet drejtësi. E kjo drejt është ekskluzive për te. Këtë do Allahu mëshiron dhe punë të mira e ja lehtëson. E në anën tjetër, kujt të do nuk ja lehtëson punë të mira, e kjo është brenda drejtësisë së tij subhanahu wa ta'ala. Për fund, i kisha cekur edhe 2 pika si shkurt, apo dallimin mes 2 pikave dhe një pikë në çështje tjetër, dallim mes 2 pikave, 2 vullneteve. Vullnetit fetar shariatik dhe vullnetit natyror. Vullneti fetar apo shariatik
atë e dënë Zoti. E pëlqen, ndërsa vullnetin natyror mundet edhe me dasht, mundet edhe mos me dasht. Vullneti natyror është më i përgjithshëm se sa ai fetar. Në të futen vepra që i dën Allahu te bareke wa taala dhe futen edhe ato që nuk i dën. Në vullnetin natyror. Kur themi kjo o bëmë vullnetin e Zotit. Për shembull filani bën ndeshjen komunikacion. Ndoshta edhe vdiq krejt, ndoshta veç dëm materiale. Themi kjo bëmë vullnetin e Zotit. E kjo nuk do të thot se u bë dhe me kënaqësinë apo me dashurinë e tij. Ndërsa por me vullnetin natyror, jo fetar. Ndërsa në vullnetin fetar, për të mund të themi se vullneti i Zotit te bareke ve taala, por të njëjtën kohë mund të themi se është dashuria e Zotit. Pra në ka vullnet, thuhet el irade, apo thuhet el irade, po ka dhe dashuri, thuhet el mahabbe, se Zotit dën punën e mirë te bareke ve taala. Mëkatet pra gjunahet bëhen me vullnetin e Zotit. S'munden me bë pa vullnetin e Zotit. Ato bëhen me vullnetin e Zotit. Me lejen e Zotit. Anë pse nuk i dan ato? Sepse dashuria e tij është e lidhur me vullnetin fetar, e që janë punë të mira. Andaj themi, krejt që ka ndodhur në këtë univers, ndodh me vullnetin, me iraden e të madhit Allah të bareke wa taala. Natyrisht se për këtë çështje ka me folur edhe më shumë, por ndoshta mjafton kjo në pika të shkurtra, që ka cek më lart, e që kujtoj se është më rëndësi nëse kemi mundur ta kuptojmë s'pako çështjet kryesore, se krejt të mund ta përthakojmë, ta zbërthejmë, ta thjeshtësojmë në 3 rreshta. E para, çdo gjë që ka ndodhur në këtë gjithësi, ndodh me vullnetin e Allahut, presim i lejen e Allahut, presim e kaderin e Allahut. Në 2, vullneti i Allahut është ndarë në 2 lloje, vullneti natyror dhe vullneti shariatik. Në 3, vullneti natyror hin punë të mira dhe punë të liga krejt, ndërsa vullneti shariatik futen të vetëm punë e mira të cilat i dëni madhi Allah te bareke ve taala. Pra Allahu as kujt nuk i bën zullum e pa drejtësi, as nuk i imponon njerëzit për të bërë hajra apo sharr, asnjëherë, siç kanë thënë disa fraksione, se njeriu nuk ka asnjë të drejtë, asnjë mundësi për me zgjedhur, por e sigur se një panel në një erë të fortë, ku e qenë era e bartë andej dhe këndej, edhe njeriu si robot që është programue, ashtu shkon dhe vepron, por e është në kundërshtim me ajetet kuranore, me sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe me bindjen e imanin, e besimin e gjeneratave të para, por e vërteta është ato që ka ceku më lart. Zoti din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Profesor, faleminderit. Të nderuar dëgjues, ne do të bëjmë një pauzë, pastaj do të rikthehemi në studio ku ju mirpresim në 044 1566 14 në mënyrë direkte, por edhe nëpërmjet SMS pyetjeve. Ju qëndroni me ne. Jemi rikthyer në studio të nderuar dëgjues, do të vazhdojmë pjesën e dytë të emisionit, tashmë 044 1566 14 qëndroni hapur, ku ju mund t'i dërgoni pyetjet, por edhe SMS pyetjet në përmjet të njëjtit numër. Nësa duket e kemi dëgjuesin e parë linjën direkte, do ta mirpresim. Alo? Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, urdhroni.
Ju përshëndes juve të gjithëve në stafin realizues të këtij emisioni, gjithashtu edhe hoxhën e nderuar të ju uroj që Allahu t'ju shpërblet me gjitha të mirat e kësaj dhunjaje dhe të ahiretit, për gjithë punën që po bëni. Ju përgëzoj. Faleminderit. Atëherë, jam një motre muslimane dhe dëshira t'i bëj disa pyetje hoxhës nëse është e mundur. Urdhra. Atëherë, unë nuk di të lexoj Kur'an e gjuhën arabe, mirë po kam marrë një fletore dhe i shkruaj sure të gjata dhe të shkurtra të Kur'anit nga YouTube. Në gjuhën arabe mirë po nga shkronja shqipe, do më thënë i lexojnë ashtu siç thuhet në gjuhën arabe, mirë po i lexojnë me shkronjat tona, me shkronjat shqipe. Do nëse është Mirë, pyetja është e qartë, me qenë se po ka pak ndërprerje, por ne e kuptuam, nëse nuk keni diçka tjetër, a keni pyetje tjetër? Domethënë, po, gjithsesi, domethënë në gjuhën arabe mirë po me shkronje të shqipe. Po e kuptuam këto, tjetrën? Po, mirë. Dhe gjithashtu dua të di nëse ka ndonjë sunet të caktuar për të bërë në natën e Beratit, apo nuk ka ndonjë gjë të tillë. Mirë. Nesër do më thënë si shkruat në kalendar se është nata e Beratit. Mirë, faleminderit për pyetjen. Dhe një pyetje nëse është e mundur. Po patjetër, urdhra. Atëherë bashkëshorti im merret me shitblerjen e veturave dhe veturave të përdorura dhe duam të dim sa duhet të jetë që ta shesë islame fitimi i shitjes së këtyre veturave. Nëse ai merr me një çmim të lirë, sa duhet të jetë fitimi dhe kësaj shitje, apo thjesht sa të jetë ai i mençur për të bërë shitjen, atë sa dëshiron ai. E qartë. A janë të qarta pyetjet? Po, faleminderit zoj, shumë të qarta, faleminderit shumë. Atëherë, dhe njëherë ju përshëndes nga zemra të gjithëve dhe stafin realizuar gjithashtu edhe hoxhën, ka kohë që nuk mund të marr lidhjen, mirë po sonte, alhamdulillah, ju përshëndes shumë të gjithëve. Allahu ju shpërblet. Gjithashtu edhe juve, faleminderit shumë. Profesor, nga cila pyetje po fillojmë? Nga e para, Bismillahirrahmanirrahim. Allah shpërblet, motër, faleminderit, Zoti trujt. Se ke para? Me që nuk di, thot me lexu në gjuhën arabe, suret e gjata i shkruajmë me shkronja shqipe, por i lexoj në atë kontekstin arabisht, profesor. Sa është e lejuar? Për me mësu përmendsh, po lejohe sepse është nevoj surat e Koranit të shënuara me shkronja latine, është nevoj, është haqje, nevoj e domosdoshme. Ne kemi një rregull atje në fiqh apo në shariatin islam, nevoja nga njëherë kalon në domosdoshmëri. Sikurse në këtë rast, nevoja për më mësue surët Koranit, qofte me shkronja latine, shqipe është domosdoshmëri, sepse domosdoshmëri është me fal namaz. E s'mundesh me fal namaz pa ditë me lexu ndonjë sure. E surën s'mundesh me mësue me shkronjën origjinale, andaj të obligohet, të imponohet apo detyrohesh me mësue me shkronjën latine. Kjo është në rregull. Megjithse, edhe këto nuk është ballë kujta jone. Më thonë për shembull ke motra kokare si duket pejzanit. Po do më thonë, kam për qëllim nuk ka plak. Dhe ka mundësi me mësu Koran, më mundu me mësu Koran, me lezu Koranin, më një që me forcu lezimin e sureve, namaz. Muslimani dohet me pas barë nga rkes, dert madhe, në kryt e vetë, në zemrën e vetë. Qysh më mësu me lezu Koran? Shumica e popullit, po të nëshë pas dertin tamam të mësimit Koranit, ja këshën arrit. Veç për namaz është bëllë. E limu që Korani është prej adhurime dhe ibadeteve më të dashura të Zoti. E si mos tjetë e tillë kur është fjalë e tina.
sa mundemi me fitu se vapni me Koran. La ilaha illallah. Për 10-15 minuta, dikush për 20 minuta e lexon një gjuz, po le të jetë një faqe. Një faqe. Nëse ka 3-4 që shkronja një faqe, për çdo shkronjë, nga 10 sevape, ka thonë pejgamberi alayhi salam, e që bie 4-5.000 sevape, i merr për 10 minuta. Nëse lexon një faqe për 10 minuta, por të ushtru, të lexu, dikur lexon për 1 minutë një faqe, për 2 minuta. Për pleqë të është më ndryshe se në shtyrë mosh, kanë ma vështirë ndërsa të rritë, dhe të mësu Koran. Së të që tjetë mës të bëjmë temë, nëse me ndonë që shkrimin e sureve të Koranit në gjuhën latine për hatme, jo motër. Ndërsa nëse i shënën për me mësu për mensh, sa për namaz, kjo është në rregull krejt. Pyetja e dytë ke... A ka ndonjë sunet të veçantë për natën e Berat? Nëse jena në muajin Shaban. Muaj Shaban është para Ramazanit. Muaj Shaban, pejgamberi ka xhiru të begi shumë, është para përgatitje për Ramazan, sallallahu alaihi wasallam. Në muajin Shaban, në natën e 15, ka hadithe të cilat flasin për rëndësinë e kësaj nate. Për shënimin e gjeleve të kësaj nate, caktimeve të Zotit. Por nuk ka argumente atë sa dihun se këtë natë duhet ta vlerësoj me hallve, me mëlcina, me diçka të veçantë. Jo. Ne faktikisht muajin Shaban, pra ai që ka mundësi me agjeron, sa të ketë mundësi këtë muaj, qoftë edhe natën e 15, por jo me diçka të veçantë. Çështja e tretë më duket për çështjen e fitimit. Po, në vetura. Nuk ka të caktuar motër, sa me shit, sa me fitu, nuk ka të caktuar. Jo, burrët mënet me marë makinën për 100 euro, sepse gjon dikon pështu lirë të hudhë në krejt, qitë në pashtë, e shet 1.000 euro, e shet 2.000 euro. Nuk ka të caktuar. Më rëndësi është me fitu halal, me ble halal, me shit halal, këm për qëllim, me ikseneve që mashtrimeve, vjedhjeve, keqpërdorimeve, rrenave, mashtrim është ajo në tregti, seneve që nuk e ka hije muslimanit. Për ndryshe fitimi është halal sa do të qoftë, po. Nuk e di, a kemi ende një dëgjues në linje? Alo? Alo, selamu alaikum, rahmatullah. Aleikum selam, urdhrani. Hoqë në këtë kondat që një të herë të mje për shërën këtë lukësit, e këtë tjilën të lukës shpërësirë, kërën të ezofagun lukës në të në këtë mundi për shërën. Herë për të një për këtë sa të të këtë që në Ramazan të bëhën vitin e kalim për kështë një gjësot mëndim për këtë ndikër. Të tash këtë kohë në vazhdu të prakë terapin në këmë maj. Të tash të këllë në kontrabë të rikëta në lukë, në të di që është Ramazanin në të di që në bo. Dhe ty që a ditë është a ndryshën dhe më dhëmë të toja të ri ditarëve arabë që është këtë për këtë zërë komës, dhe i pandit pasot për që në është kështë në. Selam alaikum. Aleikum selam. Profesora, e kitë kjarta? Ja. Unë e paka shumë po, inshallah,
Për mujt me kuptu të paktën thelbin. Me sa duket Ramazanin e kalum nuk ka arrit me agjëru shkaku i lukthit, se kam probleme me lukth, sa po të njëjtën në kohë prap kam probleme të tilla. Edhe qa me bo për këtë Ramazan. E para kjo, e dyta me sa e kuptova une, a ka ndryshim të fetvave nga dietarët në Saudi atje dhe neve këto. Për çka? Ndoshta për këtë çështje, sepse shumë e vështirësi Fetvat për çka e ndërua, për çka feton me ndryshu. Kështu e kuptova, ndoshta e kam kuptu gabim. Tamam, për ka mundësinë në çan me mesazh ose na përsëri. Shqo, duhet kuptojmë apo të dimë disa rregullat e përgjithshme përse përket asaj nëse ana lejohet apo na obligohet të agjërojmë. Ana lejohet me hënë Ramazan apo kemi obligim të agjëru. Nëse e kemi ndonjë smundje e cila na pengon në agjërim, sepse njëri mund tjetë smut për ramatizi, krejt shqiptarët e ki për ramatizi smut. Për ramatizi, shiase të farë që e thënë këtyne, nuk e pengojnë me agjëru, në agjërëm së pengon sen. Pra, nëse ke smundje e cila të pengon në agjërim, ose nëse agjëron dhim të ashtohet, ose nëse agjëron vanohet shërimit i saj, asaj smundjeje, në këtë rast lejohet me prish. Gjithashtu është më rëndësishme kuptohet se nga njëherë njeriu nuk është në gjendje fort me definu a thu smundja jam unë pengon agjërim, a thu agjërimi ma shtën dhimten, këto peni, po nuk pe di nëse ma banan shërimin. Është mirë kësa raste më konsultu me mjekun tek i cili kontrollohesh. E mjeku do të më pas në dy cilësi. Në një me qenë ekspert e asaj fushë, pra në këtë rast për lëkt me qenë ekspert, në ndë me qenë i besushëm, sepse mjekët din me qenë të pabesushëm, të pabesë, thujleresht, pabesë, bile, a i me mujtë në e prish tonë në Ramazanin, pëse nuk e agjeron vetë, tonë me mujtë në e prish. Për ndryshe, nuk i thuhet me besë ati mjeku, i cili thët e din që janë musliman, njerëzit falen, anë kohën pe i lukthit, pe i veshgëve, pe i kutadione, edhe thët shka pe birti atje. Që me thotina, aja në Kraleva, në Kremlina, ko të jetuaj? A justifikohet që nuk e din që alkoholi haram është për muslimanina? Pro, jo shdo mjeku i besojmë ne. Jo, mjeku do të me qenë i besu shumë. Do të me qenë i besu shumë dhe do të me qenë në qatë fushë ekspert. Pra, por thash më herët, para se më përmenë mjeku, ka në njeri e din vetë. E din që e ka një dhimë, se tha luksin, këtë rast, ka e din vetë që nuk më në përballon nuk më në përballon. Është do smundje që agjerimi të rrit dhimëtën të ashtan, apo të ashtyn mjekimin e saj, këtë të drejt me prish Ramazane. Sepse Allahu nuk nga rëkan me të asmuna me bajt. Allahu nga kërkan me atë sa muna me bajt. Na do të më lodhë për Zotin, me duruni, me duru. Se vallahi të sopë nuk na hjeke me duru për Zotin. Po nuk në ngarkan neve Allahu me shkatru shëndetin ton nëse kim do një smundje smundja nuk e përballon agjerimin. Allahu alem. Allahu ta lehtësoft. Ja Rabbel alamin. Dhe çështja e fetvave që tha mund me ndryshu. Nuk kuptova mirë pse do ka nevojë të sharu prapë mendësisht. Po, nëse ka mundësi na dërguar SMS sepse ishte shumë problem me kuptu. Më duket që kemi sërish një dëgjues, alo. A kemi dëgjues? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. E kam një pyetje. Po. I kam 53 vjet, duhet shkoj në haxh pa harem me një grup të grash.
Dikush më thotë është e kam të lejume, dënjohet që më thotë e kam të ndalume, du një këshill për doktori. Burrin nuk e kam, burrin ka vdek. Mirë, a me pyet edhe një herë a jeni regjistru? A jeni o mirë, në rregull. Mirë, ju përshëndesim zoj, çdo të mirë për juve. Kjo po thotë, po tu më shku, po jam tash do të thonë kjo ka shkruar për më shku. Për dire sa motra shkru për më shku, kërja me se e le mon. Që shkën me grup, grave, më shkru, zotë jali toftë. Unë më ndaj se në pas një mahrem e veti, për kjo ka shkru. Hajnë isha Allah për nëftë, po. 024 1566 14 qëndroni hapur, ndërkohë që po marrë profesor edhe pyetje që na kanë arrit këtu nëpërmjet SMS-it. Një dëgjues e ka dërguar një dy pyetje interesante profesor për juve. Selam aleikum, thot 3 pyetje kam për profesorin, mirë po më intereson thot me ditë. Profesor thot si ndiheni ju kur uleni aty në studio dhe nga 4 anë të botës pritni e botës, domethënë të jepni përgjigje gjithmonë njerëzve pritni pyetje e para. Dhe e dyta thot a ka pas ndonjë rast në emisionet e juaja kur jeni ndi keq për ndonjë pyetje që është bërë dhe keni menduar të person edhe pasi keni dalë nga emisioni dhe keni bërë dua për ta. Dua mira keq. Së ka qenë, po që jeni ndi keq për atë person. Jo, po ka ndoshta negativ. Edhe e treta, thot profesor unë fali namaz, por nuk di me lexu Kur'an, nuk lexoj Kur'an, thot sepse nuk di, meqense edhe shkolla thot nuk më ka shku kurs siç duhet, por dëgjoj Kur'an, dëgjoj ligjërata, fali namaz, por është gjuna që nuk lexoj vet Kur'an. E thashëm pak marr punë ekran të ceka më herët. Këtu dy të parat, këtu po vërtet që shtatë ku kanë interesante. Dhe këtu ma shtojnë kurreshtjen mu, dhe këtu ma shumë do shta pas ka qëllë mirë bëna emision, e bashkan gjitë ndë një misionit ku cekim, apo ja kushtojmë këse periudet gatë, 12 vjeçare, që jemi për çdo të martë në radio. Njeriu 13 vjetë, në pa që myme në shtë buhën edhe ma shumë, ndashtë Allahu ballafaqohet me lloj sfidash, hallash, dertash e tjerë. Pika shkurtra, si ndjehesh kur je në studio, këtë është pyetja parë, prafërsisht. Po, dhe vijnë pyetje dhe gjithmonë ki përgjigje për ato pyetje. Falë Zotit, ati kofshin falë, ati ta kanë çdo mirësi. Të barake u ta'ala, unë ndihem në radio shumë qetë. Dertën më të madha pa, vështërsitë më të madha kam kur jam I lodhur shumë. Edhe më dohet të koncentrohem shumë, e ta luftoj lodhjen, gjumin, që më kap, veçanti verës në ditë gata. Nga njëherë angazhime të ditën. Ato janë shumë raste ku kam qenë shumë I lodhur, sa që ka bëva kia dhe këtë po e them tash për herë të parë, pasi që na pytet për herë të parë, ka bëva kia gjatë pyetjeve, gjatë programit, për pak sekonda e kam hupur vetdijen prej gjumit. Kam hup vetdijen nga gjumi dhe më këndel me njerë. Kjo më ka mundu si shumë, për ndrysh për ata një kohë të gjatë, me vite kam marrë dhe kafe me veti, në pauzë kam pi nga një kafe, ka bëva kia 2, një në fillim, për më kënel vetën pak me largu lodhjen, gjumin, për ndrysh se përket
sikleti që ndihna në radio, jo nuk kam sikletu në falë Zotit. Jam shumë i qetë, i marr senet me gjëks hapur, me gjak ftëftësi. Dhe në kam një parim. Kur dal në radio apo në televizion, te ju apërngjaj bile njerëzve shumë herë kur më thot dikush po të bëjmë pyetje me vende, pa vende, bla bla etj. Unë justifikohem, thëm, njerëzit kanë të drejtë, çka të dojnë këtë dunja me fol, me vetë, me pyet, me na mësu, me na këshillu etj. Dhe i thëm, rasti jam është sikur se një njeri në një zyre private që ka qelë, apo një qoftë edhe të shtetit, dhe qelë një farë shalteri, një farë drejtare, dhe kush dënë këtë dunja që ka nevoj, shka në të konsultohet, lyp diçka e tjetë, nuk mënesh me thënë njerëzve ti po tia, se ke qelë derën tanëve. Edhe këtu njerëzve dhe të pysin që ka të dojnë, punë e vogël është ajo. Unë ngaj, bëj sabër me ngu. Shumë pyetje më knaqen fort, më freskojnë, më këndellin, e që besa nuk jenë të pakta ato pyetjet e cilat, qa që fort më shtojnë imanin, qa që fort më knaqen shpirtërisht, sa që një kohë nuk i harroj, i rikujtoj. Lloji i tretë që është shumë rëndësi gjithashtu i pyetjeve, unë shumë herë përfitoj prej pyetjeve të ndëgjuesve. Sepse me pyetja ai më kujton mu do gjana, të cilat ndonë se pak a shumë i kam harru, apo se kam përsërit ka gjamati, apo më shten me lezu hala ma shumë, dhe ja di për njerë për pyetje që i bojnë. Natërisht ka hala shumë me fol, dërsa pyetja e dytë, por s'po du me marrë kohë shumë, në njëzë nuk i përgjigjemi si mbas asaj që na ka dhënë Zoti, aty ku fshim falë, pra ata jo rrallë herë, apo herë themit, ata që e dim, elhamdulillah, që se dim Zoti na falët, dhe kur pretendojmë që i dim të gjitha pyetjet. Nuk pretendojmë. Mundohemi. Që e qëllojmë është prej Zotit. Që nuk ja qëllojmë është prej nefsit tonë. Zotin na falë, Zoti është i pastër për çdo të ligët mete. Nuk ka ndodhur pas ndonjë pyetje provokuese të atij rangu që më lut mas andej kundër tije diçka më që nervoze, jo, nuk ka ndodhur falë Zotit asnjëherë. Ama bash asnjëherë, falë Allahut Azza wa Jall. E kjo është një shenjë se mileti jonë është i kulturun. Sepse kur jap mundësi njerëzve drejt për së drejti, njerëzit mujnë me thirrë dhe mënyra tendencioze, qëllimkeqe, e të s'më mizgjedh, ne nuk e dim ka ne kem tash kush në rang, kush do me fol, kush na do me na pyet, ku e dim na, nuk e dim atë psheftat. Lidhja vjen në regjia na bën me dije se keni lidhje, bismillah kjo. Pra mundet bikush edhe me shkërtu, mu mas keshti, natyrisht, që nuk do doja kur të ndodh fjalë amorale, fjalë liga, që si kanë hije një muslimane, një qytetare, një shqiptare, një njeri civilizuar, si kanë hije me fol fjalë liga, fjalë që as rrogu nuk me kanë ato fjalë selemu, fjalë todave, fjalë të mejliseve të ndëruara, nuk në ka hije. Që ato elhamdulillah s'ka ndodhën shallë, nuk ndodhën e tjera të nësanet vogla tim të elhamdulillah për Zotin, për gjithësi shikus të ndëgjus tanë kanë të regu një dhe vazhdojnë të regu një kulturë, se mbas mendimit tim shumë të nivellit lartë, sa i përket kontaktit, pyetjes, sugjerimit, këshillës, e tjere. Zotë është përbleft. Amin. Profesor, ma bëjnë me dije nga teknika që është, nëse kemi ende në linë pyetsim para prak, që nuk arritëm me u kuptu mirë për çështjen e fetvave, shpresoj kësaj herë ta kemi direkt. Alo? Alo, selam aleikum. Kërkoj falje, më herët të thira me telefon mobil, tash po provoj me fiksa, po dëgjoj mirë po? E tash po dëgjoni shumë mirë, sepse ndoshta nuk e kemi kuptuar mirë pyetjen. Unë, domethënë, kam qenë 2 herë te mjeku, edhe nuk më kanë ndihmu herën e parë, më kanë ndihmu pak, e kam agjeru, domethënë, vitin e kaluar Ramazanin me dhimbta në luk, një gjysore kam pas dhimbta,
Jo, shumë madje kam vazhdu që ashtu ditën. E herën e dytë shkova mja vazhdu, po tash nuk më nimoj hiç, tash më prap keq edhe nuk po moj domethënë me najt 2 orë pa hangër. E po më intereson me vetë hoxhën çysh më ja bu për çet Ramazani po afrohet shpejt. Nuk e di çfarë më bë. Edhe pyetja e dytë është nëse më po gjallë më shpjegu këtë hadithin ku thot kategoria e njerëzve që Allah i urren është njerëz që dojnë ignorancë me kon në din. Një sharim paka shumë shkurt në që kamën. Edhe hadithi. A bon edhe një herë këto të fundit? Me ma shpjegu dhe më thonë në shpjegim të shkurt rreth atij hadithit ku thotë që një kategori e njerëzve që Allah i urren është njerëz që dojnë ignorancën me kon në din. Po e qartë. Po e qartë, profesor. Mirë, faleminderit shumë për telefonatin, ju përshëndesim. Njerëzit të cilët e dojnë ignorancën në din. A ka mundësi thot me mas qaru këtë hadith? Njerëzit të cilën e duan ignorancën. Unë e pas na kuptu keq pyetjen e parë, unë mendova që nuk e ka agjëru komplet Ramazanin. Që tjerë, po njëjtën e çaj për nëse kanë dëgjuar këtë përgjigje, njëjta vlen o vëlla. Çata thashën e njëjta vlen. Që ta thashë njëjta vlen, ti do të më konsultove me mjek. Nëse që mjek nuk qyrë mua, se ku ta di unë konsultove me mjek tjerë, ka mjek. Po fundja njeriu dhe vetë e din. Agjerimi do të më mundu me agjeru, me marrë të nëse bepet për me agjeru. Por nëse smundja nuk të len me agjeru, nuk të len me agjeru, atëherë Allahu Azza wa Jall të ka pëzulluar apo të ka preshtu me jetë koranor nga ai grupi e atyre që ka ardhëru me agjeru. Ti mundohu deri në atë kohë me do barra me do terapi të ndryshme sërro kur qysh Zotit a letoft nuk je i pare asim rami që e prish Ramazanin për nevojë, jo për qef, estakfirullah. A në pëse në parim Ramazani i bën mirë lukthit. Unë kam frikë që ditë e para shumë njerë që janë smut për lukthit, në ditë e para kanë vështërsi. Në ditë e para kanë vështërsi 2, 3, 4 ditë. Pastaj sistemi i tretjes në krye me lukthin adaptohen, qetësohen, mësohen. Sepse sistemi nervor nuk i ngacmon lukthin shumë. Pra, nëse thu se nëse ta mërmeni aty që 2-3 ditë apo ditë e para, 2-3 ma pak ma shumë, me agjeron një pjesë sa mundesh me agjeru e tani me prish ti e din s'me që din fund, po për me adaptu vetë vetën, me kalit vetë vetën, në mënyrë që kur të arresh ditën e 2, 3, 4 apo të 5, veç e ke mësu lukthin me zër, dhe lukthin më nuk e qenë mesazhe sistemit nervor si e mund, dhe nuk të ngacmon, provo që ashtu. Allah ta letoft, po. Profesor, me që e kemi një dëgjues në linje, po e marrin mos të pres, pastaj nëse do t'i kthemi edhe përgjigjes së hadithit. Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, urdhra. Zoti ju shpërblet për punën që po e bëni. Falenderojmë Zotin që kemi shëfqetin doktorin. Edhe kemi malet edhe kur bojmë pyetje dhe kur mësojmë diçka e din që ai merr përgjegjësi. Elhamdulillah Zot që kemi këtë dietar. Kështu unë e pajtona plotësisht me ato që tha doktori se nuk është në rëndësi se kur çka pyet për çdo ditë elhamdulillah njerëzit po hinë në fe. Edhe unë ka 17 vjet që falem veç për çdo ditë diçka më thërësi. Nështë për ato që tash e dini duket çudi, veç ai që mëson për herë të parë, ata tjerë do të kenë durim të mësojnë. Në vend e përsërisin dhe ai mëson. Kështu unë deshta të vesh lidhje me kur dietarët ndryshëm tregojnë në ngjarje që kanë ndodhur përpara në kohën e pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dikush në një version tjetër, dikush në një tjetër. Është një pyetje bashkë kur ka ndodhur helmimi për atë mishin që e ka hëngër, që është lajmëruar pejgamberi, se është i helmum.
dikush po thotë se ai ka qenë musafir, dikush tjetër jo, ky ka qenë musafir te ajo i ka dërguar në shtëpi. Sa është në rregull kjo lidhje me ato kur thuhet që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ai që po diçka që s'kam thonë unë le të përgatit vetit një vend në xhenet. Andaj kur e di mas kurinë është kryesor që aty ku mësojnë këtë dietat, këtë duhet me ditë njëjtë, tash është në teoria që tregon, apo që ne nështë mundohemi të regu dikuj diçka e mandej ta dim që pi të regojmë, se të regojmë keq që të jemi edhe na prej tyne. Dhe është që ta shpecia dy ka të bëjmë, unë e këpëgjese për një të më shume, ata e ka dikun 35 vjetë, po ka fillu me haru shumë. Ta shharesa i saj që po haron aty për aty, ato ma herë që i kam su nuk i haron, alhamdulillah jo falet. Edhe unë çdo kohë i rikati, ajo falë mëngjesin, drekën, ikindin, akshamin. Prej akshamit e amirë shumë e lodhur, jasin kurs të falë. Kom tentu disa herë në gjërë, po nuk, po mune, po thot qika jem këtë poshe dhe tisa unë e shetë që s'po mund. Unë i thash atë herë, ma që s'po mund dhe shabë mu falë, këtë bish në shtratë, thuj stakfullah, 100 herë dhe alhamdulillah, që se lavat një pejgamberin dhe që ka të mundesh. E këta alhamdulillah për bënë. Nga një unë për konflikt, për thëmë se kam gjuna që për i tekin nëse mas edhe që është e smut, thëmë mëse shkut lidhjen me Zotë. Disa për i thëjnë, ti tash nuk e ke ma bërë që je plak, je bërë, thash oj, apo thash mëse shkut lidhjen, thash me Zotin dhe, ata që të thëjnë të ki bërë, që është të qërdish falë, profesorja për i përmenë Zotin. Edhe një tjetër e kam lidhje, unë e bëjduan në gjohën Shqipe, për mëngjes dhe namja, Zotën jam i knaqën me ty që Zotë jam një ti, pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, libri në Kurani, feja i në Islami. Në fund kam, o Zotë më bënd që dhe ti t'jesh i knaqën e mua, e bëj dhe më thamë, për shdo herë, Zotë ja është përbet më bëni halal se e zgjata, se për shdo herë nëse s'moj me dëgju që a ditë që është, po me gjithë qysh ko me këtu në internet, po më qefë shumë. Falenderoj Zotin që e kemë shëqetin, i kemë dhe djeta atjerë, po me këto e mësu, edhe vetë nga ka dhonë që kur mutë në vetëni, unë nesër para Zotit vetë një thuj, kym ka thonë kështu. Elhamdulillah, i ke dy tipuj për para, kështu që Allah të dash, inshallah, ymër, elhamdulillah, për shdo ditë për hinë fejë më të knaqë zemra, si femër, si mashkull. Zotit i të kam falenderime, se kom emocionin. Natën e mirë, selam aleikum, Zotë ju rujë gjithve. Aleikum, selam gjithashtu edhe juve, faleminderit shumë zonjë. Profesor? Allah që përbleft. Në të në mërzite, për përgjithsin që na kujtove, që se mbotër, deshta, nuk deshta, e pranova se pranova, unë dhe çdo njeri, i cili hyn mes Zotit dhe robëve të Zotit, dhe u shpjegon njerëzve misionin e Zotit, dinin Islam, Koranin dhe Sunetin, rrugën e pejgamberit alayhi salam, u shpjegon halalin dhe haramin. Ai njeri, sikur se kanë nënshkruar në emër të Zotit, kur jep një fetva, një përgjigje, ai njeri, sikur se u thot popullet, o ju njerëz, ndiqeni rrugën tem, e nëse nuk ju del, që shpa thëmë unë, në ditën e gjykimit, më leni mua me Zotin tim. Deshti s'deshti. Për atë arsye, puna më e rëndë, ama më e rëndë,
është misioni, është puna, është detyra që kemi ne. Për nga përgjithësia po flas. Sepse me një fjalë temën dhe të atyre që janë në rrugën tem, apo kolegëve të mi, apo që kryjnë që të punë hoxhallarëve, misionarëve, për me një fjalë ndoshta njeriun e këndellim, e kthjellim, e shpëtojmë për xhehenamit dhe hynë në xhenet për gjithmonë. La ilaha illallah. Me një fjalë, me një fjali, me një ligjërat, me një libër, me një shkrim, po edhe në të kundërtën. E jap një fatva, e flet një fjali, e tjerë, dhe të ngon filani, njerëzit ngojnë, dhe veprojnë me te, dhe punojnë keq, dhe ata në xhehenem, e ti bashkë me ta në xhehenem, bile para tyre në xhehenem. Nuk ka ma hi kjo mesele. Nuk ka ma hi. E misioni jonë është, detyra jonë me nxjerr njerëz për xhehenemit, me që njerëzit në xhenet, oj motër muslimon. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sa hora vjen koha dalën për dunjas. Sa hora vjen koha dhe dalën para Zotit, e me qa me dalë para Zotit. Me qa me dalë, me gjepa that, me dur that. E me dalë para Zotit me rrene, me dallavere, me mashtrime. Apo me dalë para Zotit me fjalë të vërtet, me sinceritet, me iman, bindje, dhe me veprat mira, aq sa kena pas mundësi me pa. Shpesh e kujtoj hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se 3 persona, se xhehenemi do të hapet, do të bëhet sefte me 3 persona. Xhehenemi sefte fillohet me 3 persona, e një prej tyre edhe me shumë haxhallar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Shumë haxhallar. Pse? Sepse kanë thirrë në rrugë të Zotit, e kanë lexuar fjalën e Allahut, por për sy e faqe. Për ata kur i pyet Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit, o robie, të kam dhënë dije. Allahu ta ka dhënë dijen. Qa ke bo me te? A i më nëhet me u përgjigj që shi kanë venan tash. O Zot, e kam mësuar për tu për hatër tën. E i thuhet për rën, se si ke mësu për hatër të Allahut, por për me thonë njerëzit se filani është alim dietar, e veç është thonë, e urdhërohet zhag e tërhiqet në xhenem. Hadith tjetër, njerëzit punojnë me punë që thash më herët, me fetva të dikuj, por që Zoti ka dashur të futen në xhenem. Ati në xhenem e shohin hoxhën e tyre. La ilaha illallah. Në hadith ka ardhë
sikur se një gomar kur e ngull një hu livadh edhe lidh me litar dhe i sillet në litar edhe hanë që veç asaj sillet. Qashtu sillet e në xhenem. E njerëzit të kallë në xhenem thojnë filani, ape njëni filanin, pa i ka hoxha, i cilin e kam su neve fen, në ka ardhru për të mirë, a e ka një pari jonë, që ditën. Thoj pëse nena në xhenem, po i dim, po pëse filani në xhenem. Dhe shkojnë e pysin, o filan, pëse ti e në xhenem? Qka bë puna jote? Dhe i shkreti, s'ka qka bën, më s'ka ka jeman. Tashmë gjëkimi ka përfundu, dhe thët vërtetën. Thët sepse, o nuk kam urdhëru juve për të mirë, por vetë se kam bëqat mirë. O kam daluar juve nga keqja, por vetë kam bëqat keqja. La ilaha illallah. Pra mundësit e hoxhës e ati që e merë misipër, mi fol njerëzve, mi udhëzu njerëzit, mundësit për me fitu shpërblim gjithsesi se në të më dha, sepse nuk ka shpërblim atë madhë, e dhërat më të madhe, mas imanit se me shpëtu një njeri për xhenemit. Por në anën tjetër, edhe rreziku është shumë i madh. Për atë e kam thonë më shumë se njëherë edhe po e përseris, po të kisha pasur mundësi të kthehem edhe njëherë që në fillim kur për jetë nuk besej që kisha ndjek këtë rrugë ka që të randë edhe me ka që përgjithësi të madhe para Zotit Gjelle Shanuhu edhe para njerëzve. Por kështu ka shkru, e ka caktu i madhe i Allah Azza wa Jall. Jo se jam peshman, Zoti më se dhasht, por nga frika, se mos po hidhrohet Zoti jon ndaj nesh, mos nuk po mujna me qo emanetin e Zotit në vend, emaneti Allahut është shumë i madh. Këta njerëz do të mi pasi dikush në përgjithësi, për këta njerëz ka më pyet dikush para të madhit Allah Azza wa Jall. Ka më pyet dikush për këta njerëz, e kemi pas dertin e tyre, a kena menu për të mirën e tyre, për të ardhmen e tyre, për dynjan e tyre, për dinin e tyre, për familjen e tyre, për ahiretin e tyre. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. E besojmë Zotin hak. Edhe lusim atë që këtë fjalë dhe vepra tona me pas për hatër të Zotit Gjelle Shanuhu. E kur e përmende se themi lena neve me Zotin ton, po që kjo është që a thash? Edhe unë atë me qëllim a them, sepse mundohën maksimum Zotin forcoftë më së mlasht me gabu, as me deviju, as me lajthit. Mundohem t'jem fort i bindur dhe i sigurt në atë që ka them miletit. Sepse që thash, deshta, ditë kiametit, se cili njeri ka të drejtë dhe mundësi më anku të Zoti. E me thonë o Zot, filanim ka thonë fetva dhe ka thonë po në kështu,
dhe unë kom punu. Nëse e kom punu mirë, shpërblemu dhe ata që më kam mësu, po nëse kam punu keq, gjinohin tem vendaj atina, e jo mu Zotia. Allahu na mëshiroft, të na forcoft ja Rabbi. Po. Profesor, me që dëgjusja i kishte edhe 2 pyetje, por nuk po du me mbet borç një dëgjuesit paraprak që 2 herë pyeti rreth hadithit. Unë nuk e kuptova hadithin e vllaut nga qenë me mesazh tekstin e hadithit qoftë edhe gjysmë hadithi, një 2-3 fjalë të hadithit, unë e gjej hadithin dhe komentoj me emër të Zotit. E kemu tra, më doket se patën një pyetje se përket ushqimit mishit që ka hangër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Janë shpeja atjeja këndej tregimi e ka cek Ibn Kathiri në El Bidaje vë Nihaje, por dhe të tjerë që ka ndodhur kur është çlirua Khajberi në vitin e 7 Hijri, e pas çlirimit të Khajberit është ftuar pejgamberi alayhi salam me disa shokë në një gosti të një familje qifute. Dhe gruaja kuzhinierja ka thonë ta provoj këtë njeri. Nëse kë pretendon se është pejgamber, ka me mbrojt Zoti. A nëse është nuk ka pejgamber, por don pushtet e që na boni të lashe, ta hije ki qafësh. Dhe i veti dhe shokët pejgamberit dikan atë cilën pjesë të mishit, ja kana më shumë pejgamberit, i thanë kratë. E qiti ma shumë helum. Dhe mushi helum, dhe ja qiti për para. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mur krahun dhe hangër për i saj, dhe hangërën edhe shokët e ti për i saj. Pas e pejgamberi tha, ndal no, heq një dur largani për ushqimit. Largani dur për ushqimit, sepse ky mish është i helmun. Dhe bon një rëmuja të paka shumë shqetsim, dhe pejgamberi tha, shkoni thermna këto masil një gruan që ka pregadit. Dhe erdha e gruja. Dhe pejgamberi thanë prani tanëve, trega drejt, e ke helmue delen, gruja me që me tha, e kështë kalzejt. Pejgamberi tha, më kalzejt që ka më ndorë, mishi. Gruja tha, po. Pejgamberi tha, e që ka të shtyri me bo këtohën, i tha, thash, po thot gruja, mendova nëse je pejgamber, helmi ty nuk bën kur gjë. Po nëse nuk je pejgamber, ti e këm qafësh. Pejgamberi tha, pra nëse është ashtu po të fali, dhe nuk po të dënaj. Por ndodhe që njëri prej atyre shokëve që kishte hunger vdeq. Pra pejgamberi ka hunger dhe në stëm vdekjes, pastaj ka thonë në dhimë të vdekjes, hala po ndjej dhimten e helmit të ati mish që ka mëhorë në Khajber. E hadith është një njohur, është në Bukhari, është Muslime, këta që se kanë është në Budavut që pak ma gjane, e kështu me ra. Po. Mirë, profesor, kjo ishte edhe pyetja e fundit për sonte, sepse ne kemi arritur pothuajse në fund të emisionit. Faleminderit shumë.
që ishte të sonte mysafir, të ndëruar dëgjues, kjo ishte tëra, ju falenderojmë të gjithë për vëmendjen, bashkë miru të qofshim.